Mjeku që ditë botën, një lugë uthullmore para gjumit shëron këto 7 probleme. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, hekur, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karotenë të tjera, pa diskutim që ky produkt është një depo e vlerave ushqyese. Por këto vlera shkojnë përtej shijes së mirë dhe ushqimit ose përdorimeve në fushën e kozmetikës dhe pastrimin e shtëpisë. Udhëlla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studime të ndryshme kanë provuar se konsumi një lugë çaji me uthullmore ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e organizmit tuaj, në lehtësimin e njësër komplikacionesh të ndryshme. Ajo ndihmon edhe në humbjen e peshës. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi i njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që përshpejton atë, por nxit edhe metabolizimin e djegjes sa më shumë të kalorive. Ajo ka një fuqi të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidanti i saj kryesor, pektin, i jep trupit një ndihmë shumë të mirë antiinflamatore, që mund të lehtësojë kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë e problemit të dhimbjeve, gjithashtu edhe atyre të fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale, të cilat do të lehtësojnë gjithashtu dhimbjet e fytit dhe do ta qetësojnë atë. Ekspertët thonë se shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol fantastik në këtë aspekt. Uthulla e mollës do të lehtësojë eritime dhe gjithashtu do të ndihmojë kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë ajo përdoret në kujdesin e duhur dhe në mënyrë të saktë, ndikimi i saj në organizëm gjithashtu do të jetë më i shëndetshëm. Uthulla e mollës do të ulë nivelin e lartë të sheqerit në trup. Uthulla e mollës do të nxjisë prodhimin e insulinës në gjak dhe shpërbërjen e karbohidrateve toksike, të cilat qarkullojnë gjithashtu edhe në organizëm, që çojnë në krijimin dhe shfaqjen e problemeve të luhatjeve të sheqerit në gjak. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë kundër erës së keqe të gojës. Uthulla e mollës do të largojë erën e keqe të gojës, duke e pastruar atë dhe si rezultat i faktorëve ndikues do të keni më pak shqetësime të tilla. Uthulla e mollës mund të përdoret si një shpërlarës goje ose edhe në trajtimin e problemeve të ngjashme. Ajo ndihmon në trajtimin e problemeve të acidit në stomak. Uthulla e mollës rivendos pH-in normal në stomak dhe neutralizon acidet gastrike falë veprimeve të saj antiinflamatore. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, dhe gjithashtu ndikimet e saj pozitive do të jenë të rëndësishme në përditshmëri. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të ndryshme të lëkurës. Uthulla e mollës është e natyrës acide dhe ka veti të mira antimikrobike. Kjo do të thotë se ajo ndihmon në përmirësimin e barrierave të lëkurës dhe parandalimin e antioksidantëve dhe inflamacioneve të saj. Gjithashtu, përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë në rritjen e ndjesisë së ngopjes, që ju ndihmon gjithashtu të hani më pak kalori gjatë ditës dhe të përmirësoni më mirë peshën tuaj trupore, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të vlefshme në këtë aspekt. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substanca kryesore acidike te uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet e dëmshme ose të parandalojë gjithashtu shumimin e tyre. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës është një produkt fantastik, i pasur gjithashtu edhe me elemente dhe substanca të shëndetshme. Kjo e bën atë një përzgjedhje të duhur ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë ajo përdoret nën kujdesin e duhur, ajo mund të japë gjithashtu edhe rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Dhe mos nguroni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja uthullën e mollës. Uthulla e mollës është një produkt fantastik me shumë përfitime në dobi të shëndetit, dhe gjithashtu ndikimi që ka në organizëm do të jetë mjaft i fuqishëm. Ajo është e pasur me element të shëndetshëm.
Përbërësi kryesor aktiv të uthulla e mollës është acidi acetik që jep asaj aromën e fuqishme dhe parandalon gjithashtu krijimin e komplikacioneve dhe radikaleve të lira. Studimet nxorrin në pas se shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës do të vrasë edhe bakteriet dëmtuese të organizmit. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e bakterieve dhe patogjenëve dhe llojeve të ndryshme të inflamacioneve. Ajo vepron si një ruajtës i mirë i ushqimeve dhe tregon se mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër bakterieve Escherichia coli. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët duan të humbasin kilogramë të tepër. Ulluntimet kanë treguar gjithashtu se përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj mund të ndihmojë në reduktimin e këtyre komplikacioneve. Sipas një rishikimi, ata persona që morën uthull molle në një vakt të vetëm, që përfshinte edhe ushqime të tjera të ngurta, raportuan se ndiheshin më pak të uritur 120 minuta pas ngrënies. Por më tepër, shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës sipas Healthline janë fantastike me efektet pozitive që kanë në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Uthulla e mollës mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen me konsumin e duhur të uthullës së mollës. Uthulla mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit, triglicerideve, lipoproteinave, gjithashtu edhe në uljen e dëndësisë së inflamacioneve në organizëm. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës sipas Healthline janë të mira, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës përdoret si një trajtim tipik për problemet e lëkurës siç janë për shembull ekzema dhe lëkura e thatë. Lëkura ka një aciditet të lehtë dhe natyra megjithatë mund të jetë agresive ndaj saj. Për këtë mund të përdorni në dietën tuaj përdorimin e uthullës së mollës. Maska të ndryshme me uthull molle mund të jenë trajtimet ideale në mbrojtjen e saj dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga ndikimi i uthullës së mollës në dietën tuaj, sigurohuni që ta përdorni atë si duhet dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Uthulla e mollës është një produkt që ofron shumë përfitime në dobi të shëndetit dhe në menaxhimin e kilogramëve të tepërt, duke e cilësuar atë si një prej vlerave më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit. Uthulla e mollës, siç njihet ndërkombëtarisht, vjen nga lëngu i mollës, përmes fermentimit të sheqernave të saj dhe ndihmon gjithashtu në parandalimin e një sër komplikacionesh. Përdorimi i saj me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Ndër përbërësit më të rëndësishëm që gjenden te uthulla e mollës janë acidi malik, vitaminat e kompleksit B si vitamina B1, B2, B6, vitamina C si dhe minerale të tjera siç është për shembull kalciumi, magnezi, të cilat janë thelbësore edhe për menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës, për sa kohë përdoret me kujdes, gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre problemeve. Përdoreni atë në përditshmërinë e dietës suaj dhe përgatituni të merrni ndikime të rëndësishme që kanë në mbrojtjen e imunitetit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në përmirësimin e niveleve të tretjes. Përmban enzima që ndihmon në zbërthimin e ushqyesve dhe gjithashtu në thithjen e lëndëve që lehtësojnë organizmin tuaj dhe përshtasin atë më mirë kundër komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se përdorime të tilla të uthullës së mollës do të jenë një ndihmë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës është një rregulluese shumë e mirë e niveleve tuaja të oreksit. Nëse jeni një person i cili vuani nga konsumi i tepërt i ushqimeve dhe rritja e kilogramëve të tepërt në organizëm, përdorimet e uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Për sa kohë ato përdoren nën kujdesin e duhur dhe në mënyrën ideale të konsumit, përgatituni të merrni përfitimet e saj dhe të parandaloni komplikacionet në organizëm. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.